do t'ua bëjmë pagën 1.000 euro minimumi për secilin mësimdhënës në sistemin e arsimit. Arsimi është prioriteti jonë absolut, sepse ne besojmë që fëmijët tanë meritojnë një shkollim shumë më të mirë dhe të avancuar për vitin 2026. Mësimi tërditor është prioriteti ynë absolut. Këtë e lidhim me investime kapitale në klasa, do të ndrojmë formën e klasave, të adaptojmë për aktivitete ekstrakurrikulare, do të investojmë në aktivitete jashtë shkollës për mjaftu fëmijës kënaqësinë për me shpenzu kohën në shkollë. Do të investojmë në digitalizim, sepse në 2026 është koha e digitalizimit, do të ketë investime edhe në libra, në digitalizim të kurrikulës, që i bie që fëmia jonë duhet të shkarkohet nga çantat e rënda që i kanë. Shumica e librave mund të digitalizohen pjesërisht dhe mbesin vetëm librat që janë fletore pune, ato që duhet të mbesin. Investojmë në përfundimin e detyrave të shtëpisë në shkollë, që të mos kenë prindrit barë. Mësimi tërditor, ja jep mundësinë mësuesve që të punojnë edhe më shumë, prandaj meritojmë paga më dinjitetshme, do t'ua bëjmë pagën 1.000 euro minimumi për secilin mësimdhënës në sistemin e arsimit. Ata duhet të kenë një mirëqenie për të performuar më mirë, edhe shujta e ngrohtë. Do t'i ndajmë 1 miliard euro, të cilat do të jenë të dedikuara vetëm për mësimin tërditor në 4 vitet e ardhshme dhe do të mbulojmë një shujtë të ngrohtë për secilin fëmijë të Kosovës, sepse fëmijët tanë e meritojnë një rritje të shëndetshme. Qerdhe publike, 80 qerdhe do t'i ndërtojmë në secilën komunë të Kosovës, do t'i ndajmë 60 milion euro për ta bërë këtë dhe në secilin vit do t'i promovojmë nga 20 qerdhe të reja. Secila komunë duhet të ketë qerdhe, sot janë 4 komuna në Kosovë që s'kanë qerdhe publike fare. Prandaj do t'i ndërtojmë, sepse me këtë ja mundsojmë edhe nënave që të shkarkohen nga bara e fëmijëve, por njëkohësisht ja japim mundësinë fëmijës që të zhvillohet në fëmijërinë e hershme. Arsimi profesional do të promovojmë modelin dual që e lidh teorinë me praktikën dhe me tregun e punës. Kjo duhet të bëhet me marrëveshje, me ndërmarrje dhe me industrinë, me qëllim që fëmijët tonë të kenë mundësi ta ushtrojnë zejen aty.